Zoti Trajiri, pe kallëzohet. Veç po du me ditë, a janë të udhëreqësuar këto bisedat që kanë dalë në publik? Kam deklaratë se të shku janë në çështje private, të lutem, faleminderit. Përshëndetje. Ajnë lodh, sene, Shqiproni, gazetar në kallëzo. Me kanë keni intervistë? Deshta, në taku. Qof me kryetarin, qof me zëdhënësin, qof me t'i kampionën kryetarëve. Nuk janë kënej. Në udhjet të ditën me i thinë telefon, me moni qëndrem edhe për shto bisedat që kanë dollë, po edhe për bisedimet, po. Janë për takime, janë për momenti nuk është të zyra kërkush. Kërkush? Jo. A vinë gjatë ditës, a? Tash s'pëdi se si javë di agentën. Okej. Faleminderit juve. Po di qa me... Jo, në rregull, po tash ku nuk janë të qasshëm në asnjë formë tjetër, megjithatë ekzistojnë do zyre në cilat ishin desh të veçanë dhe është veni për me shku. Hajde gjatë ditës. Okej. Faleminderit shumë. Kalofshit mirë, zot mirë. Erdhëm te selia qendrore e LDK-s, po na thonë që s'është kërkush mrena po ne mund të fol. Po bisedat në grup të rrjeteve sociale ju dalën publik. Abdullah Huti, shkon Mona e Arben Goshi u ankun për votat e diasporës. Bele Goshi tha se ka pas skim të organizuar kriminale. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku për këtë farë pune ka fol përmes postimit në Facebook. Po para kamerës, qyshe po të LDK-s po fol. Abdigjiku na tha përmes postimit se po bëhen sulme të sinkronizuara ndaj LDK-s, po nuk komentoj pak knatësitë e shfaqura brenda partisë tij. Nisoj jam sheh LDK-ja. Kush një fjalë s'po e thot. A mund bisedat ju dolën? Çe po të edhe vet. Tentum të zyrët me ful me dikant, po çale guri gojen. LDK dashte me vet edhe për bisedimet me partitë e tjera opozitare, për me formu qeverin bashk. Po ankuan këta tjerë se LDK nuk po shumë bashkëpunuese që me formu qeverin, po DK, LDK, AK e Nisma e me elon vetvendosin në opozit. Lumir Abdigjiku, më 10 mars 2025, kur LDK e ka posë mbledhjen e kryesisë, tha që e don postin e kryeministrit, tha që nuk bashkëpunon me vetvendosin, tha që janë opozit, edhe që e do një qeveria fatgjate që e zgjidh çështjen e presidentit. Se çysh mundet krejt këtu me i bë për një herë, deshto me morr vesh për LDK-s, po s'po folin. Po çe, hajde pe para mendojmë që po bëhet kryeministër Abdigjiku në bashkëpunim me PDK-n e AK-n e Nismën, po pa vetvendosin. Po çysh e menon Abdigjiku me zgjidh çështjen e presidentit në prill 2026-s pa vetvendosin, nuk kemi ka mund me eron fije. A dini pse s'po mund me eron fije? Çfarë po ju kallzoj? S'po mund se për me zgjidh presidentin vinë me qenë spoku 80 deputat në sallë, me e bo korumin. Tash, nëse nuk i bashkëpunim me vetvendosin, s'mund është i post 80 deputat në sallë. 120 deputat i ka krejt kuvendi i Kosovës. Pe para mendojmë që po shkoj kanë sallë krejt deputate PDK-s, të LDK-s, të AK-s, të Nismës, edhe të partive të komuniteteve, por fshi këtu edhe listën serbe. Apet janë mungu 8 deputat. Se 48 deputat i ka fitu vetvendosja. 120 minus 48 po bojnë 72, e jo 80 sa vynë për me bo korumin për votimin e presidentit. Na kemi tentuar edhe më 3 prill, i kom thirrë në telefon, zëdhënsin, nën kryetart, edhe do tjerë që janë bo deputet, po s'po folin për këto dy çështje. Me 15 prill është thirrë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Deri atëherë na mbetet me po se cili sakt është qëndrimi i LDK-s.